Të njëjtën në ora 20:45 në Varshavë të Polonisë do të luhet një prej sfidave më emocionuese për kombëtaren shqiptare, ajo përballë Polonisë. Jo vetëm tifozëria, por edhe specialistët e futbollit dhe legjendat që i dhanë jo pak kombëtares po e presin këtë sfidë mes emocioneve për të parë performancën e djemve kuqezi. Ish kapiteni i kombëtares Rudi Vata thotë se sfida në fjalë është një gjysmëfinale e rrallë ku për herë të parë në historinë e futbollit kombëtarja ka mundësinë të luftojë për të prekur ëndrrën e botrorit. Gjysmëfinale e rrallë, hera parë në historinë e futbollit shqiptar që ekipi jonë kombëtar është në këtë pozicion. Është një ndeshje monumentale, mund të them. Një ndeshje me vlerë shumë të madhe, një përgjegjësi shumë e madhe për lojtarët e ekipit kombëtar. Sigurisht një shans i artë për gjithë ato djem që përfaqësojnë Shqipërinë. Dhe në qoftë se realizohet kalimi i Polonisë, atëherë në finalen kundër Ukrainës ose Suedisë, besoj që ka me kenë një diçka jashtëzakonisht eksituese, sepse Shqipënia si kur më parë mund t'i afrohet botënorit dhe kjo është historike. Tekniku kuqezi Silvinjo nuk ka qenë komod lidhur me kontingjentin e futbollistëve titular, por gjithsesi ai ka arritur të ftojë në kombëtare lojtarë të tjerë me formë të mirë sportive. Forma e futbollistëve, me të thënë drejtën, nuk është më e mira, sepse lojtarët kryesorë si Bajrami, Broja, Hysaj, ndoshta edhe Aslani kanë kaluar një periudhë jo të mirë te klubet e tyre. Perspektive, po të njëjtën kohë, ajo që më vjen mirë në këtë grumullim është se është rikthyer Muçi edhe është rikthyer edhe Mehmeti, dy lojtarë cilët kanë pas një vazhdimsi shumë të mirë gjatë këtij sezonit me klubet e tyre, dy lojtarë të cilët në aspektin e lojës sulmuese janë lojtarë që kanë marrëdhënie të mira me golin. Ekipit kombëtar i mungon goli. Normalisht këto dy lojtarë kanë treguar te klubet ku losin se janë lojtarë që asistojnë mirë, kanë mundësi me shënu edhe gola dhe mi gjithën Poloninë na duhet me shënu gol, sepse ndeshja fitohet duke shënu gol dhe golat i shënojnë ato që kanë marrëdhëniet më të mirë. Por sa beson Rudi Vata se Shqipëria do të kalojë me sukses këtë sfidë të rëndësishme? Shanset nuk janë të barabarta, gjithkush mund të thojnë 50-50, është e vërtet që është një ndeshje tek, por mendoj që Shqipënia lojtarët tonë duhet me kenë në formë të tillë si kur më parë, sepse në këtë ndeshje nevojiten 11 gladiator, mund të thona. Vata analizon edhe ftesën ndaj Elman Doxhinit dhe Gledian Pusit, që ishin pjesë e grumbullimit të kombëtares. Është një sinjal i mirë për gjithë futbollistët e kampionatit shqiptar, sepse kampionati shqiptar ka nevojë me urrit cilësia,